Përshëndetje, ja ku jemi këtu me një temë shumë të rëndësishme, një temë ku do flitet shumë për sa i përket pikërisht një hënë e re. Një hënë e re në shtëpi të re, me ndryshime të reja dhe me vendime kokforcie. Kjo hënë e re do na mësojnë me rregulla të reja. Jemi gati ne të përgjigjemi kërkesave të rëndësishme të përditshmërisë tonë dhe të ardhmes. Këtu është çështja. Meqense ka të bëjnë me shumë ndryshime, vini veshin me qemi të dashur. Sepse jo gjithmonë hënat e reja ose të plota në çdo muaj, se një herë në çdo muaj kemi dy hënë, një hënë të re, një hënë plot. Kjo hënë e re është pak me sybet. Është pak me diçka që kërkon vëmendjen tuaj dhe kujdesin. Por le të hedhim një sy kësaj hënë të re, të ditës së sotme, të datës 17. Pra, ndikimet që kanë të bëjnë në mënyrë sepse bën, po ta kuptoni, është një ditë para që bëhen parashikimet, pra ne them data 17, po kjo hënë reklamohet ditën me datë 16, kështu që e kuptoni vetë ju, nuk do të thotë Jorgo. Le të hedhim një sy të përgjithshme. Ndikimet pastaj flasin për 12 zodiakale dhe cilat shenja duhet të kenë kujdes e cilat shenja përfitojnë. Përgjithësi duhet të kenë kujdes xhanën. Edhe vetëm për kjo a them do të kenë kujdes sepse kjo hënë e re është e respektuar, por të djeg dhe të përcëllon në gjëra që nuk ke kujdes. Hënë e re në shenjën e dashit duket se ka të bëjnë me ngarkesë emocionale, plagë të vjetra dhe ndryshime. Data 17 prill. Kemi një hënë të re në shenjën e dashit, e cila vjen për të na dhënë forcë dhe shtytjen që na nevojitet për të bërë fillime të reja. Dashi është një shenjë zjarri dhe sheh brenda tij gjithë guximin, pasionin që na duhet për të besuar në vetvete dhe për të bërë hapat përpara. Me këtë hënë të re mund të ndjejmë një shpërthim, shtytje, ambicie, dhe të bëhemi konkurrues dhe të pakufizuar në shenjën e dashit, ku janë 7 planete qiellor. Dhe kjo do të thotë që karakteristikat e kësaj shenje bëhen shumë të forta dhe na prek të gjithëve. E cilit janë karakteristikat e dashit, guximi, trimëria, por dhe impulsiviteti, në cilë duhet të shmangim me çdo kusht. Dashi vepron i pari dhe mendon më vonë. Kështu që me këtë hënë, logjika jonë mund të shkojë për një shëtitje dhe mendje lehtësia mund të zërë vendin e saj. Diskutimet do të ndizen me njëherë, reagimet do të bazohen në emocione dhe jo në arsye. Ekziston rreziku i marrjes së vendimeve të nxituara për të cilët më vonë do të pendohemi. Çfarë nën kuptojmë në këtë aspekt? Nën kuptojmë shumë gjëra mbi rastësinë dhe çudinë që ndodhin. Duhet të jemi shumë të kujdesshëm në marrje vendimesh, të mos riskojmë aty ku nuk dëshirojmë, por e kërkojmë sepse është domosdoshmëri. Në rastin ton, konkret tani, kujdes në atë çka nisim. Kjo hënë e re do flitet shumë. Do dëgjojmë nesër në orët e mbasdites, sepse lidhet shumë me çështjet që kanë bëjnë të jashtme dhe të brendshme gjithashtu. Do të bëjmë kujdes në këtë aspekt. Meqense hënë e re në dash shënon fillimin e një cikli të ri, është një kohë e mirë për të përfituar nga energjitë pozitive të shenjës, për të ndërmarrë veprime dhe pasion, besimin për të provuar diçka të re, inovative, me entuziazëm për të marrë kontrollin e jetës sonë, pa qenë absolut egoist të rrezikshëm, që do të jemi vendimtar të përkushtuar ndaj qëllimeve. Të jemi të guximshëm, por jo agresiv dhe të pakujdesshëm. Të bëjmë plane të forta për të ardhmet afër. Të mos humbasim forcën tonë në plane të panevojshme. Dhe mbi të gjitha, të mos hedhim mallkime mbi të tjerët, por të pranojmë gabimet tona, të marrim përgjegjësitë tona, duke bërë ndryshime të rëndësishme në jetën tonë me pjekuri.
sepse kjo ndodh me anën tonë. Por, mallkimet që unë e them, edhe besoj këtyre gjërave unë në lidhje me po sikur nëse energji negative këto gjëra po mos t'ja vëm fajin të tretëve. E kisha fjalën. Dhe kjo do thotë mallkimi nuk u bë kjo sepse po të më kishin thënë mua do ta rregulloja. Do rregulloja, po pse se rregullove pra? Atë do ta marrin përgjegjësi me veten tonë në disa raste. Kjo hënë e re do na mësojnë shumë gjëra miqtë mi të dashur. Këtu do jemi unë dhe juve. Sepse juve më besoni në ato që unë them, do të jem korrekt me juve. Dhe flasim në gjuhën tonë që flasim të përditshmërisë tonë. Jo me kunja dhe me kode, por drejt për së drejtë atë që është. Është një hënë që ka rrezikshmëri të lartë në atë çka neve kërkojmë dhe përkushtohemi në gjërat tona. Po të jemi me këmbë tokë, asgjë nuk ndodh. Përkundrazi, përfitojmë. Do shikoni, një gjë thotë Jorgo, nuk tremben malet nga dëbora. Me firmë, me vul Jorgo Pulla. Kemi dëgjuar tërmete, kemi dëgjuar gjëra nga më të rrezikshmet. S'kemi pësuar asgjë. Për ata që dinë çfarë bën. Kur thoshin para tan, lum ata që kanë një pru afër dhe mirë ata që nuk ja dinë vlerën. Besoj jam i kuptueshëm atë që them. Tani, shumë planete që ndodhin, siç e tham aktualisht janë 7 planete trupa qiellor në dash që përcaktojnë ritmin dhe formojnë lidhje me hënën e re. Luajnë një rol kryesor në këtë hënë. Ndikimi që ka të bëjnë dhe mundësitë në plagët e së shkuarës, duke se duen të përqafojmë të ardhmen tonë dhe mundësinë tonë që neve kemi, të pastrojmë ato që kemi, të shohim thellësinë dhe të japim mundësinë për të ecur përpara. Ajo që do të kemi mund të vuajmë disi, por kjo hënë, ndikimi, mundësia, na sjell ball për ball me disa të vërteta, ankesat dhe problemet që kemi varrosur në nënqilimin tonë, në rrogozin tonë, kemi frikë të përballojmë, por që të na mbajnë robër. Duhet të hyjmë në një proces përballje me të drejtë për së drejti, për të shmangur ose injoruar gjërat që nuk na interesojnë. Një hënë e re në dash është dinamik, mund të gjejmë forcën, besimin, guximin për të përballur me të shkuarën, për të përballur me kokfortësinë, si dashi kokfort. Përveç kësaj, ndikimi i shenjës së dashit që përfshin dhe Mërkurin, i cili bën të menduarit ton më të shpejt dhe më ndikues në atë që neve duam, në atë që neve kërkojmë, në atë që neve na intereson. Gjithashtu, kemi një ndikim shumë të madh, sepse të menduarit ton të shpejt dhe më të mpret, Marsin, i cili simbolizon ambicien dhe vendosmërinë, dielli dhe hënën në të cilën ndriçojnë qëllimin ton në jep mundësinë, Saturni i cili kërkon disiplinë dhe organizëm. Se nëse organizojmë diçka, organizohemi dhe organizimi është ai që na bën të ndihemi kokfort për gjërat që duam të bëjmë dhe një organizim i tillë është aja dhe zheja. Neptuni, i cili na pajis me imagjinat, sundimtari i kësaj hëne të re, që është Marsi, planeti i momentit, i sulmit, i luftës, i cili 3 ditë pas hënës së re formon një lidhje me Saturnin e ashpër dhe do të na ndikojë në situatat në nivel personal, ashtu dhe në ato kolektiv, në mbar botën. Ndoshta do të shkaktohen kërkujtje masive, protesta, gjëra të kësaj natyre, ka të bëjnë me zhvillime fronte të ndryshme në planetin tonë. Ndërsa, në përgjithësi, do të kemi një atmosferë më të ngarkuar dhe tendencë për fenomene meteorologjike ose jo fizike, por dhe kujdes do të bëjmë nga timoni, nëse është e mundur. Por kjo që ndodhi në lidhje me këto çështje, sepse në shumë të raste flasim, por nuk ka të bëjnë me probleme, sepse nëse luftrat të ndryshme i ka krijuar, ka rregulluar, kanë stabilizuar, gjërat janë stabile. Për të jemi me këmbë tokë, të jemi atë që duam, të jemi atë që neve kërkojmë dhe stabilizojmë, nuk ka vend për të shqetësuar. Jemi në anën tonë, sepse Marsi është gjëja më e fortë dhe Saturni. Saturni nga njëra anë na ndihmon, Marsi nga anën tjetër na propozon
Saturni thot vazhdo, Marsi thot përshpejto, dhe ndikimi më i madh që ka të bëjnë është Neptuni, që na imagjinon ato që do të realizohet dhe kërkon. Kush preket më shumë nga këto shenja? Hëna e re që ndodh në 27 gradë, shenja e dashit, prek shumë shenjat siç janë Dashi, Peshorja, Gaforia, Britsjapi, ku diellin si të ndodhen këto planete. Këto shenja kanë ascendenten në këto drejtime, do të thotë ndikime dhe ndryshime. Pas se të fillojmë bashkimin e 12 zodiakale, çfarë ndikon dhe si funksionon, unë rikujtoj edhe një herë. Për juve që doni të dini çfarë ndodh me këtë hënë të re në institucione të ndryshme, keni pasur probleme para 6 muajve, keni qenë në vende kyçe dhe jeni larguar në 2024, çfarë ka ndodhur? Të gjitha këto astrologo.al, ja pra faqja roz që është atje, dhe atje e klikoni, e shikoni. Zgjidhni një nga paketat që ju intereson, shkoni tek sekretaria dhe dërgoni një mesazh atje, duke dërguar mesazhin në numërkatës të Blerjes dhe flasim bashkë në Viber, WhatsApp apo në Skype. Për juve që doni, në kohën që ne jemi drejt për së drejt me juve dhe doni të dërgoni një mesazh, atëherë jeni gati për të dërguar mesazhin nëse diqni ato hapa dhe jeni gati të ju merrni përgjigjen live deri për së drejti çdo të mërkurë. Nuk e them orën sepse ka raste që edhe më shpejt, por neve e reklamoj më shpejt sepse astrologo.al e ka këtë mundësi që t'ju paralajmëroj se nuk është në orën 8, është në orën 7, është në orën 6, ku diun, se derisa të stabilizohen të gjehet ora përkatëse e parashikimeve. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që është shenja e dashit. Hënëre në shenjën tuaj, ju quan protagonist dhe dëshironi që të besoni në veten tuaj e të bëni një fillim të ri mbi atë që keni, mbi atë që jeni. Një fillim i ri që mund të përfshijë gjithçka, nga pamja, nga karriera, marrëdhëniet tuaja me mënyrën juaj të menduarit. Prandaj jeni gati për gjëra të reja. Por që gjitha këto ndodhin që dhe ju të jeni gati për bërë fillimin më të mirë të mundshëm. Nuk duhet nxituar. Dhe nëse dëshironi me këtë hënë të re, jeni gati të kaloni dhe të jeni një herë e mirë me të shkuarën, të lani duart një herë e mirë në jetën tuaj. Sigurisht, në këtë periudhë pasiguria juaj ka të bëjë shumë me ndryshime, ndikime, çështje të mëdha që vijnë drejt jush. Por ajo që unë ju them me 1.000.000%, duhet të bën një hap prapa, të marrësh kohën tënde, të relaksohesh dhe të fitosh shumë dhe më shumë vetdije, jo të nxitohesh që të humbasësh dhe fatin tënd që Zoti ta ka shkruar për të jetuar dhe jo për të humbur. Qëndro larg burimeve të infektimit të shpirtit tënd. Distancohu nga njerëzit në situata toksike dhe përpiqu të shërosh plagët e tua në një mënyrë pozitive dhe jo me grindje dhe përballje. Në të njëjtën kohë, ka të bëjë shumë bashkimi i studimtarit tënd Marsi me Saturnin në shenjën tënde, e cili do të arrijë kulmin në 3 ditët pas hënës së re. Nga njëra anë mund të bëjë dinamik, po gjithashtu mund të nxjerrë në pa anën tënde të ndikimit dhe të mundësive të arta që keni të bëni tani tutje, marrëdhëniet, punën, karrierën. Dhe kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi në anën tuaj më të mirë të mundshme. E megjithatë, ka një ndikim shumë të mirë, sepse nëse juve e keni këtë mundësi të shenjës së dashit dhe periudha që ndodhin fenomenet, pse na vjen kjo hënëre? Për ne kjo hënëre është, unë thash në fillim të emisionit, ta kuptoni. Kujdesi më të madh do të bëni. Mbi ndryshimet, mbi takimet, mbi vendimet, mbi mundësitë kohën më të mirë të mundshme dhe jo vetëm. Është një moment mjaft surprizues në atë që bëni, mundësinë atë që keni, rëndësinë atë që dëshironi. Dhe jo vetëm kaq, por keni edhe mundësi të artë në anën tjetër
që të distancoheni nga gjërat që keni pasur probleme. Prandaj bini pas. Lidhjet afatgjat që kanë të bëjnë në anën tuaj të shenjës së dashit, duke se me ujor, me akrep, me gafore sidomos është një diçka shumë e madhe, edhe pse duket problematike. Pa e keni mundësinë, kohën dhe dashurinë. Dashuria e munguar me peshore, me gafore dhe me ujor, bini pas se jeni në kohën tuaj. Mos dëgjoni dynjan se do t'ju prishi lidhje që keni krijuar me mund, me djersën e shpirtit dhe kohën e dur për t'i arritur qëllimin tuaj. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, tek një shenjë mjaft ndikuese dhe mundësitë art ekonomike që janë të shenjës së demit. Për sa i përket shenjës së demit, duket se tani mund të merrni ndikimet më të mira të mundshme, sepse hëneri që zhvillohet në shenjën e dashit ndikon në një shtëpi të veçantë psikologjike dhe prapas skenave historike të horoskopit tuaj diellor, ju fton të bëni fillim të ri. Por së pari të mbyllni çështjet e së shkuarës. Një barr që juve e keni prej shumë kohësh. Mërziteni, gjëra të vjetra, toksike, me njerëz problematik, marrëdhënia personale, familje ose partneritete, prioritete për këtë hënë të re, duket se është gjendja juaj mjaft pozitive, filloni një ndikim dhe një çështje shumë të mirë për juve që kërkoni ose jeni në kërkoni një dietë për shembull, ose diçka që doni që të ju të humbni pesë sepse nuk dukeni mirë ose nga aparenca. More, lere aparencën, lere peshën, lere për veten tuaj, për shëndetin tuaj. Sepse është koha, momenti për një flokët për shembull. Jo, të demit e kanë këtë. Të rregullohen, stabilizohen. Se kanë bukurinë e shpirtit. Demit e kanë këtë gjë. Nuk rrin dot demit pa vajtur tek parukierja. Duhet të rregullohen nisit, keni të mundësinë e tyre. Por është ndikimi dhe mundësia, është pavarësia e tyre. Dhe këtë e kanë dhe mundësia e artë që rrezaton, rregullon, stabilizon. Të gjitha këto bëjnë që në anën ekonomike financiare do t'ju vinë një ofertë kaq e rëndësishme që do të çuditeni dhe ju dhe unë bashkë. Dem të dashur, është vërtet kjo domethënë, mos është firmë piramidale, që të thot hajde të kun, puno të kun, juve merrni 5 leka që ku jeni, po do t'ja 15, apo ju kanë vëzhguar dhe bëni shumë që të nxjerrni në pa forcën tuaj, të rregulloni biznesin e tyre, në rol drejtues flas gjithmonë, dhe më pas të ju thonë që kontratën do ta ndryshojmë. Se nuk kemi mundësi që me këtë çmim të vazhdojmë. Juve o jeni të detyruar ta lini atë punë sepse nuk ose ti detyroni ligjzbatues, ligjit që juve keni për të përfituar. Kjo do të thotë keni kujdes, më mirë 4 e në xhep se sa 24 dhe në ajër. Zgjidhja është e juaja. Është pikërisht kjo hënere. Është pikërisht ky moment. Kujdes miq. Sepse unë e them në një mënyrë, juve do dëgjoni shumë nëpërmjet rrjeteve sociale, por dini gjë, merrni atë më të mirën që juve besoni dhe e kuptoni. Këtë ditë thot Jorgo, këtë ju thot. Dashuria. Dashuria duket se lidhjet afatgjat me shigjetar të dhjetëdiqit të tretë, me ujor të dhjetëdiqit të parë dhe me akrep të dhjetëdiqit të dytë, keni një mundësi të mirë për të stabilizuar jetën tuaj e për të arritur në finish në atë që juve kërkoni dhe doni. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, zevzeke, por e vërtet që janë binjakët. Binjak të dashur, duket se kjo hënë e re mbrin në shenjën e dashit, gjë që ndikon në fushën e dashurisë, krijimit qëllimeve të reja, marrëdhënieve miqësore. Hënë e re ndodh në shenjën miqësore tuajën dhe do bëj më të shoqërueshëm, më ambicioz dhe komunikues, por për shkak të formimit të lidhjeve që kanë bënë në lidhje me planetet që ndikojnë në shenjën e dashit, ka të bëjnë me shumë ndryshime dhe njerëz të rëndësishëm. Ajo që do të keni
kujdes në vëmendje. Mirë është ku një mik juaj mund të bëjë diçka që ju të zhgënjej, apo juve të keni një mendim ndryshe nga të tretët, por mirë është të distancoheni nga një grup njerëzish, mund të thosh që kuptoni që flisin të njëjtën gjuhë, në përgjithësi që do të jetë një periudhë ku do të keni mendime të dyfishta mes miqve, grupeve, që të jeni pjesë e partneriteteve të ndryshme, qëllime afatgjatë, dhe ndoshta do të gjendeni përballë disa situatave ose zbulimeve që do të bëjnë të ndryshoni botkuptimin tuaj të brendshëm, mënyrën e të menduarit, mënyrën se si merrini me gjërat dhe situatën, ose mund të përballeni me disa probleme me qëllimin tuaj ose gjërat të kësaj natyre. Kujdes nga njerëzit që duan të përfitojnë nga juve, sepse po mundohen shumë tani kohët e fundit që të jenë miqtë e juaj, miq të vërtet në thonjza, miq me mëditje, miq me pagesë, si mund të themi, vëlla, daj në hije të rapit apo në hije të pishës. Këta janë miq të vërtet. Sapo mbaron hija, janë të huaj. Kini kujdes nga këto gjëra, sepse kush nuk ju duhet në këtë hënë të re dhe qëlloni shezjarë dhe kjo është kënaqësim vete, po ta kuptoni se sa çfarë ndodhi. Dhe thot, nuk dua, unë jam pak pozitiv në këto gjëra dhe edhe sikur e lexoj e shikoj që nuk më përket, sepse njëherë kam hallin e njerëzve të mi, njerëzve mirë në ju, që duhet të kuptoni sa më thjesht atë që unë e them. Nga ana tjetër, nuk duhet ju aprish ato terezin tuaj, sepse keni për të marrë kredi dhe keni domosdoshme, dhe unë ju apengoj këtë, më duke se ju apengoj, por duhet ju a them. Ju bëni si të dojë për zëmëstuaj gjënën. Po a them me këte, po ndikoheni si do qoftë. Lartë kredive. Pak në këte hën 6 ditë, 7 ditë. Sepse, po kjo është kredi shtetërore, nuk është individuale. Kjo vetë të dikushi, kjo është mashtrus, edhe ty të mbush mendje ti ta marrësh, ose të marrë lek nga ti. Ose ta marrësh ti këtë kredi, ai të thot 5, ti duhet paguash 15 pastaj. Tisha unë, në rolin tuaj nuk të bëja. Me pak fjalë, bëni si doje barazamëstuaj, nuk duat ju ndryrim, mos më keq kuptoni miqtë mi të dashur. Duhet të jem korrekt me juve. Pastaj tjetër bëj çfarë dohet. Unë duhet të jem korrekt me juve. Në rastin konkret ka diçka të brendshme, kjo hënë e re, nuk lejon këto gjëra. Atë si ta them unë? Të bëj qefin, sa bëj dot. Ti them që do thoshë Jorgo ti the merr një kredi, po unë e mora. Apo si diçka që shkruajnë. O Jorgo, po nga kjo periudhë më them unë do bëhet kjo, po nuk është bërë. Por që vjen nga koha ku kanë do fenomeni, ku janë shumë gjëra që lidhen, edhe kjo është individuale, është personale pasaj parashikimi. Unë flas në përgjithësi. Nuk flas për individ. Megjithatë, kjo është një periudhë që vërtet ka të bëjë shumë me disa gjëra, por meqense është në mirë, të bëni një rivlerësim në hapat tuaja me qetësi, realizëm dhe mos të merrni vendime të nxituara. Këtë them unë. Gjithashtu mos u përfshini në miqësinë dhe dashurinë këto ditë, nëse do doni të keni ose jeni të pasigurt për gjërat që do të bëni, sepse nuk lidhet aq shumë sa duhet ose aq shumë sa shkërkohet. Do ishte mirë që të shikoni butkuptimin tuaj. Ju përket juve ose doni juve të arrini në atë që juve keni, dhe kjo është ajo që unë ju them me bindje të plot. Prandaj bëni si do të barazamëstuaj. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani. Tani do shkojmë tek një shenjë uji, guvernatori, siguria, respekti, dashuria, mundësia dhe kokfortësia, që janë gaforet. Çfarë ndodh te gaforet dhe gaforet për sa i përket kësaj periudhe, çfarë ndodh në këtë aspekt? Ka të bëjë. Hëna e re që zhvillohet në shenjën e dashit mund të sjellë ndryshime në boshtin familje karrierë. Kujdes çfarë them. Disa prej jush mund të kenë një mundësi në punë ku të tjerët mund të ndryshojnë punën e tyre ose të kenë ndryshime të mëdha, punojnë nëpërmjet internetit, nëpërmjet punëve të ndryshme. Por kjo hënë e re mund të ndikojë, rregullojë, stabilizojë dhe jo vetëm, por edhe pse inkurajon, edhe pse perspektivat avancimi, karriera
për disa mund t'ju sabotojnë ose t'ju pengojnë në arritjet të qëllimet tuaja profesionale. Mund të hyni në një konflikt mes kolegëve, shefave, ose dhe antarë të familjes që po përpiqen të luajnë lojra të ndryshme me forcën pas shpine me njerëz të rëndësishëm. Dhe juve mund të shpërtheni me të drejtën tuaj. Megjithatë, nuk keni nevojë të mërziteni ose të zemëroheni, por besoni në veten tuaj dhe fitoni kontrollin e emocioneve dhe reagimeve tuaja. Mos lejoni që të tjerë të përcaktojnë humorin tuaj, të përcaktojnë punën tuaj dhe ekonominë tuaj dhe xhepin tuaj. Vendosni kufit tuaj dhe mendoni me kujdes që ato që do t'ju bëjë të lumtur. Besoni në pikat tuaja të forta dhe të mendoni seriozisht për ato që doni të ndryshoni. Kjo hënëre shënon fundin e disa situatave që nuk funksiononin më përpara në favorin tuaj dhe hapni shtije të reja për zhvillimin tuaj. Prandaj ndaloni së mërzituri dhe bëni planet tuaja. Sigurisht kjo hënëre që është në bashkëpunim me ndikime të mëdha, por në kanë tjetër ka kurthe shumë të mëdha. Dhe mund të kujtoni të dhëna që funksionojnë negativisht në sektorin e karrierës, reagimet, situatat dhe gjëra të ndryshme. Megjithatë, kjo është një periudhë. Kujdes, mos e ngatarroni të kaluarën me të tashmen. Ju nuk jeni më njësoj siç ishit vite më parë. Prandaj mos u shqetësoni dhe mos keni frikë nga jeta dhe vazhdimësia. Për një mirë arsye, ajo që keni pasur para disa viteve, kjo hënë e re që ndodh në shenjën e dashit, sepse është ndryshuar ndikimi planetar vjet me par vjet, ose para 3 viteve, me si vjeçmen, që lidhje dhe ndryshime që kanë bërë deri në 2032-shin, për sa i përket gjërave të mëdha, ne flasim për tani gjërëm 2032 dhe të vi. Por ka një jetëgjatësi, sepse nuk është shumë 2032. Jemi në 2026. Dhe kjo do të thotë për 6 vite ndikohemi dhe realizatojmë në ato që kërkojmë. Kërko ato që do, merr ato që të nevojitet ligji jetës dhe i natyrës. Dashuria, lidhje që kanë bëjnë me akrep dhe me dash është diçka shumë e rëndësishme. Bini pas, mos e lini pas dore. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani. Do shkojmë tek një shenjë që vërtet rezulton pozitive dhe mundësi e artë në zhvillime. Që këta janë të shenjës së luanëve. Luanë të dashur duket se ndikimi që ka të bëjnë dhe mundësit që jepen tani kanë ndryshime të papritura në drejtimin e jetës suaj. Çështjet që kanë të bëjnë me ekonominë, me studimin dhe udhëtimet, vazhdimësia, korektësia, koha dhe mshuria janë disa gjëra kryesore në jetën tuaj. Meqense kjo hënëre që është në bashkëpunim me ndikimet planetare në shenjën e dashit, do të kapërceni problemet e së shkuarës. Gjithashtu, disa prej jush mund të ndjejnë se po ju privohet liria dhe po kufizohet në ato që doni të bëni. Desa të tjerët mund të ndjejnë besimin dhe bindjen tuaj nuk ka pranim ose ndryshim. Mënyra dhe mundësia, koha dhe dituria ju bën të ndjeni plotësisht të sigurt për të ardhmen tuaj. Ajo që do të keni dhe një gjë ju thot Jorgo, nëse juve jeni të specializuar në fushë të caktuara dhe të si përpara mbi një themel më të fortë, të thot dituria dhe zgjuarësia është themeli më i fortë i jetës suaj. E kaluara dhe e hidhura e së shkuarës nuk duhet që të prekin në të tashmen dhe të ardhmen. Ndajeni të kaluarën me të tashmen, të përgatiteni për zgjuarësinë dhe maturinë dhe kënaqësinë e jetës suaj për të ardhmen. Është kjo hënë e re. Ngaherë mund mos ta pëlqej, sepse luanët kanë atë ndikimin e vet, kanë atë mundësinë e tyre, sado që ata lidhen shumë me punën, lidhen shumë me anën ekonomike financiare, në lidhje me ndryshimet që vijnë nga njëra anë në tjetrën, por kujdes, jo nxitime, por rregullime dhe stabilizime. Kjo është aja dhe zhëja për juve. Dashuria e munguar
do t'jetë akrep, dem dhe me ujor. Me ujor sidomos, mos ma lini pas dore. Se do kujtoheni dhe nuk dua që e tha Jorgo dikur këte, dhe pa të shikoj qikun tek video që ka pas para 4 muaj, 6 muajve, që ka thënë atëherë në atë video, kjo është kënaqësim vete se unë shikoj videot që ju i shikoni para 3 muajve, para i viti, dhe kjo është kënaqësim vete, prandaj dhe më bëni që të gërmoj më tepër mbi të ardhmen, që ju të merrni informacionin sa më të qartë, më të saktë në fushën e planeteve dhe të astrologjisë. Ka diçka shumë të madhe tani në këtë periudhë. Dhe kjo që do të keni luan të dashur, është besimi në vetvete dhe në njeriun tuaj të zemrës. Po. Të tjerë ju aprishin këtë të zemrës. Po jo po është kështu, jo po dëgjova këte unë. Po nga dëgjove ti? Nga e more të informacion. Bravo, të falenderoj shumë, sepse më do të mirën time. Je shok i mirë. Op, veshje për pjetë. Ja hodha, thot ai. Kur në i ko juve. Jo provokoni, se provokimi nuk mund tjetë, po. E dini shumë mirë se çfarë do të thot. Të nesërmen. Vërtet pas e drejt, Jorgo. Po që dua unë ku kam të drejt një kohë që prishet një familje. Se kur prishet familje, shkatrohet një xhami, shkatrohet një kish. Edhe kush e ndërton të kishet të xhami, jo ta shkatroj. Po të shumtit sot e shkatrojnë, sepse ju vret syt, sepse kur dëgjojnë gjëra që flitet për fenë për këto gjëra, prishet gjithçka. Por gjërat janë pozitive, janë mundësi të arta që vinë drejt jush. Dhe është koha më e mirë dhe më pozitive nëse juve dëgjoni instiktin tuaj dhe njeriu që keni përballë, dashurinë e shpirtit. Kjo është ajo që unë them dhe jap me të madhe, sepse duke pasur parasysh ndryshimin e madh, luan ujor dhe luan rryesh kanë ndikime fantastike. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, tek një shenjë që stabilizon, rregullon, kërkon në jetën e vet. Virgjëresha. Për sa i përket shenjës së virgjëreshës, duket se kemi të bëjmë në lidhje me çështje që lidhen me financat tuaja ose me problemet e tuaja, më të thella emocionale. Nëse keni lënë çështjet e pazgjidhura në këto dy fusha, financat dhe çështjet sentimentale, është e mundur që tani detyroni të gjeni zgjidhje, madje disa të papritura dhe menjëherë. Mosmarrveshjet për pronën, kompensimin, bonus, pensione, kredi, financime, bonus, dalin në pa dhe duhet të ndërmerrni veprimet e duhura. Për të zgjidhur ato me hapat e duhura dhe pa lëvizje të nxituara. Nëse jeni të kujdesshëm, mund të kapni një peshk të madh, të bëni marrëveshje në avantazhin tuaj, ose të menaxhoni një blerje ose shitje negociata me një fitim të madh. Gjithashtu, disa çështje që lidhen me financat në një marrëdhënie personale që bashk menaxhoni ose financat e një partneriteti mund të lindin tani dhe nëse keni pasur ndonjë keq menaxhim në të kaluarën, tani gjithçka do dalë në dritë. Keni qenë në rol drejtues, do dalin në dritë. Kujdes, sepse ligji është aty, njerëzit vuajnë dhe e presin me padurim përballë ligjit. Hënëri tregon një ndikim shumë të madh. Prandaj është mirë që çdo gjë, çdo detyrim të trokisni. Simbolika, pra mendja juaj mund të jetë e mbushur me kujtime të dhimbshme, ndjenja tradhtie nga e kaluara ose mund të lini probleme që lidhen me çështjet e ndryshimeve të tjera, pasigurie apo gjërave të tjera financiare. Nëse trokisni, me njerëz të rëndësishëm kjo varet në individ pastaj nëse ka ndodhur kjo, se mund ta them edhe thonë përgatis prashkimin dhe pranaj t'ua them që të kuptoni, kjo varet në individ kur ka ndodhur fenomeni. Për shembull, keni qenë në rol drejtues dhe ju kanë tradhtuar. Keni qenë në një njohje, një lidhje, gabimisht rastësisht jeni përfshirë në një problem.
dhe kjo del në pa se do dalin ndrysh shumë gjëra. More gjëra që s'ua marr mendja. E marrim në një projektor që nuk e shikon dot në syse të verbon. Do duket fia e flokut në dritë hënës. Ja është tani. Ajo është në 2023, 2024, po ta na shkaloni ta shikoni parashikimet e Jorgo Pulla 2023-2024 të vitit, do kuptoni të sotshmen. Sepse ne bëjmë parashikime, po ta keni kuptuar 3-4 vit përpara. 4 vjet përpara që ndodhin fenomenet, por tani kemi në 2032-shin, imagjinoni. Dhe shikoni këto që po flasim sot, në 2030-ën, edhe gjërat e tjera që do kemi dhe në lidhje me anë të tjera që nuk po i themi tani në këtë momente. Por gjithsesi, virgjeshtat janë shenja toke dhe kanë këtë mundësi dhe rëndësi në anën e tyre. Por gjithsesi, kjo është një periudhë ndikimi dhe përballja me vështirësitë dhe gjërat e tjera që kanë bëjnë. Por në çështjet që lidhen me anën e ndikimeve të mëdha, në çështjet që kanë bëjnë me këtë hënë të re, që ka të bëjnë dhe me Saturnin e rrept, kjo do të thotë që lidhjet afatgjat, këtu keni kujdes, me akrep, me binjak dhe me ujor të ditështet, bini pas mos marrini pas dore, sepse është diçka shumë e madhe dhe tepër pozitive për t'u zgjidhur si problem ose si ndryshim që keni, por trokisni në kohën që juve doni të zgjidhni problemin tuaj. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese dhe rrezatuese dhe mundësi të arta që mund të dalin nga kjo hënë e re, që janë peshorët. Për sa i përket peshorëve, peshorët duket se kanë një ndikim shumë të madh, do të thotë që kjo hënë e re formohet pikërisht përballë jush me shenjën e dashit dhe po të shikoni ka të bëjë shumë me ndikimin që ka të bëjë, sepse ja ku kemi këto peshorën, kemi edhe dashit. Është e njëjta miqëmi të dashur, kuptojeni ja ku jeni peshore, ja ku është dashi. Hënë e re ndodh në shenjën e dashit, por ndikoni direkt juve. Nëse do më thojë Jorgo, kush ka probleme më të madh në çështjet ligjore, në çështjet penale, në çështjet të mëdha, është peshorja. Dhe kjo do të thotë që është një moment mjaft i mirë për ta zgjidhur këtë problem. Bisedojeni me njerëz të rëndësishëm, pushim çështje, sepse shumë probleme keni pasur e jo tani të tjera që mund të diktojnë dhe të ndikojnë. Prandaj kjo ndodh në anën tuaj dhe kjo është mundësia më e madhe që mund të ketë në anën tuaj dhe personalitetet që ndodhin në anën tjetër të planeteve. Prandaj bini pas, keni kujdes në këto aspekte që unë ju them dhe mundësitë arta që do të keni. Do të keni shumë kujdes, përfundimisht, jeni të lodhur nga fjalët, premtimet dhe në fundit nga asgjë që nuk ju bëhet dhe nuk jeni të gatshëm të lini me hapësirë. Tani do të mbani në jetën tuaj vetëm ata që respektojnë, ju vlerësojnë dhe ju japin mundësinë për të ecur përpara. Qoftë personalisht, qoftë profesionalisht, lidhje me hënën e re, keni mundësinë për të zgjidhur gjithçka ju intereson. Planetet që kanë bënë lidhja sundimtare të hënës së re, Marsi me Saturnin, dashin në 3 ditët pas hënës së re, në sektorin e marrëdhënieve tregon se mund të keni zbulime dhe realizime në marrëdhënie dhe partneritete, sidoqoftë çfarëdo që të dalin e pa, pavarësisht se sa të shtushme, zhgënjyese mund të jenë, mos harroni se e vërteta më e ashpër është shumë më e mirë se sa gënjeshtra më e ëmbël. Mbajini mend këtë që thotë Jorgo Pulla. Pavarësisht se sa e trishtueshme dhe zhgënjyese mund të jetë, mos harroni se e vërteta më e ashpër është shumë e mirë se sa gënjeshtra më e ëmbël. Nëse më kuptoni në këtë drejtim, do kuptoni dhe shumë gjërat e tjera që lidhet direkt me juve. Lidhjet afatgjat që jeni ndarë për një fjalë goje, miqtë të dashur, i e dashura, ose i dashuri. Ka dëgjuar disa fjalë ku s'kan lidhje me realitetin dhe juve jeni
prerë në këtë aspekt. Megjithatë, kjo periudhë është periudha që juve mund të ndryshoni ka. Shkojmë tek një shenjë tjetër tani, shenjë uji, që shenja më ndryshuese dhe më komprometuese që shenja e akrepëve. Akrepët në njëra anë forcojnë imunitetin, janë realitet në atë që thonë dhe sekretet i zbërthejnë. Akrepët nga njëra anë duket se të bëjnë ndryshime të rëndësishme në mënyrë që të arrijnë dhe ato që ndrojnë ta bëjnë realitet. Është një mundësi e mirë që të bëjnë një fillim të ri dhe kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë vazhdimsi, kjo do të thotë vërtetësi. Dhe jo vetëm kaq, por i keni të gjitha mundësitë për t'ia arritur qëllimin tuaj. Sepse kjo periudhë është periudha më e mirë e mundshme mbi takime, bisedime, gjëra të rëndësishme, është pikërisht tani në këtë periudhë, dhe kjo është periudha më e mirë e mundshme për sa i përket ndryshimeve, për sa i përket punës dhe jetës tuaj në vazhdimsi. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëm të 10 diçit parë, me ujor të 10 diçit është perfektja, edhe pse keni pasur shumë probleme të pazishme miqtë e mi të shenjës së akrepëve, është momenti juaj i duhuri për të zgjidhur problemet që ju e keni dhe jo vetëm sepse kjo është periudha, është momenti i duhur për gjëra të mëdha që do të keni. Dhe gjithashtu ka të bëjnë dhe me gafore, po ka të bëjnë dhe me peshk të 10 diçit parë, po ta shikoni, lidhet shumë me ndikimin e shenjave të ujit, ku është një ndikim shumë i madh. Por mos harrojmë se me shenjë toke duket se ka të bëjnë dhe me dëm të 10 diçit parë. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft rezistuese dhe kënaqësie me të drejtën e vet, që këto janë shigjetarët. Shigjetarët e dashur, kemi të bëjmë me disa takime mjaft rëndësishme, shenjë zjarri, që do të thot me disa takime, me disa bisedime, por bisedimet që juve keni ose momenti që juve zgjidhni problemin tuaj është koha tani. Sepse hënë e re që zhvillohet me datë 17, në shenjën tuaj miqësore të shenjës së dashit dhe përqendrohet në fushën e dashurisë, kreativitetit, kënaqësisë, fëmijës dhe duke ju ofruar një mundësi për të shprehur talentet dhe ndjejat tuaja dhe për të bërë versionin më të mirë të vetes suaj. Hëna do t'ju japi më shumë pasion oreks për të rregulluar dhe për të kaluar mirë, për të bërë të lumtur atë që doni. Ndërsa do të keni kreativitet intensiv dhe ide të reja që do të çojnë përpara. Do t'ju zhvillojnë dhe do të shfrytëzojnë talentet dhe aftësitë tuaja. Me këtë të hënë të re, me këtë hënë mjaft pozitive, mund të lini një dashuri e madhe karmike ose dëshira për një pasardhës është koha juaj. Kjo është ana pozitive e hënës së re, por edhe një ndikim shumë i madh. Lidhja që hëna e re formon mund të sjellë në të tashmen ato që ju ka lënduar në të kaluarën, që mund të ketë një ndikim vendimtar në mënyrë se si të shprehni ndjenjat tuaja dhe i përkushtoheni marrëdhënieve tuaja apo dhe çështje lidhe me fëmijët. Ky kënd ju bën ju bën thirrje, jo vetëm të mendoni për plagët tuaja të shkuarës, por të shëroni ato. Ndryshimi, mënyra se shfaqen gjërat është ndikimi i partneriteteve, është mundësia dhe koha e duhur. Kjo hënë e re do t'ju japë mundësinë të bëni ndryshimin që ju nevojitet për t'ju ofruar me qëllimet dhe planet që keni një të ardhmet afërt, por kërkoni dhe durimin tuaj. Gjithashtu, kushtojini pak vëmendje marrëdhënieve tuaja sepse studimtari i hënë e re me ndikimin e Marsit që formohet në lidhje me Saturnin në dash, do të dëshironi të vendosni kufi në marrëdhëniet që sjellin gëzim dhe të mbusheni me energji pozitive për gjërat që do të keni. Me besim në veten tuaj dhe në aftësitë tuaja që do të keni, është momenti më i mirë i mundshëm për zgjidhur gjithçka që dëshironi. Në fushën e dashurisë,
edhe pse keni pasur disa probleme nga e kaluara, do t'i zgjidhni sidomos me virgjëresh, peshk dhe binjak të ditëshit parë. Por mos harrojmë se me dem është vetë jeta. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, tek një shenjë toke, tek një shenjë që stabilizon, konkretizon lidhjet afatgjata. Por kujdes nga njerëzit që kanë më qef të deklarojnë në thojza dhe të thonë çështjet e tjera që kanë bënë, që këta janë bricapët. Bricapët dashur, nëse keni mundësin ose lidhet shumë me sektorët e shtëpisë dhe të familjes, punën preket nga kjo hënë e re, që zhvillohet më tas 17. Por me qëse ndryshime që kanë bënë, mund të vendosin të ndryshojnë vendbanim, të fillojnë të punojnë nga shtëpia, të nisin një punë të re, të vazhdojnë të veprojnë në gjëra që duan ata. Por ajo çka të keni kujdes në këtë periudhë është mënyra se si vijnë gjërat. Kujdes, sepse shumë gjëra do të diktojnë, shumë gjëra do të rregullojnë. Duhet durim, qetësi, dialog për mbyllur plagat, jo akuza dhe ultimatume që i bëjnë ato të hapura për më tepër probleme fatale në çështjet ligjore. Kujdes, nëse keni probleme, mund të shikoni çfarë do bëni dhe të drejtoni në institucionet përkatëse për zgjidhur problemin tuaj. Kjo do thotë ruani qetësinë, shmarrni konfliktet ballë për ballë. Kjo ka një ndikim shumë të madh dhe tepër ndikues, sepse kjo çfarë është? Persona të ndryshëm që juve keni pasur ose keni pasur një ndryshim mes asaj që është e bërshme ose keni biseduar diku, keni qenë në rol drejtues në 2024, në 2025 dhe dalim sipërfaqe tani, se do dalin shumë sipërfaqe tani në këtë periudhë. Nganjëherë themi ne zot na ruaj, okay? Gabime njerëzimi dhe gabojmë, po këto gabime që të mos marrin hovë, si puna e nga një shkëndi elektrike merr gjithë flak pallati, të mos ndodhi kjo, është mirë që ta kapim që në fillim. Të jemi të përgatitur për këtë gjë që ndodhi. Po çfarë mund të bëjmë, Jorgo? Sepse kemi qenë diku, kemi një historik, kemi një të shkuar, se do të kesh një shkuar që t'jesh tek e tashmja, por të pastrohesh për të ardhmen. Atëherë troket. Kjo është koha, është momenti dhe periudha që ndodhin fenomenet. Lidhjet afatgjate që kanë bënë periudhën e shenjës së bricapit kanë bënë shumë me dash, kanë bënë shumë me peshore, kanë bënë shumë me gafore në jetën përditshmërinë. Edhe pse keni bërë disa gabime të vogla, janë të falshme, por për ju që keni pasur probleme me shtetërore ndërshtetërore, tatime, budjon, trokisni, do ta zgjidhni problemin tuaj. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, tek një shenjë që vërtet arrin, përballon, sundon, rregullon, që janë të shenjës së ujorëve. Meqense ujorët, shtëpia juaj e 3 diellore, e zënë e cila ka të bëjë me fushën e komunikimit, udhëtimeve, marrëdhënieve të afërmit dhe ndikime të mëdha. Kjo do të thotë që hënë e re në shenjën e dashit do t'japi një shtysë për të bërë një fillim të ri, për të vendosur pikat mbi i, për të arritur atë që dëshironi dhe kërkoni. Për shkak se jeni ambicioz dhe doni që të keni shumë diskutime, kontakte për arsye profesionale, gjë më e rëndësishme është të dini se çfarë doni dhe të planifikoni me kujdes, sepse nëse udhiheni dhe silleni midis ëndrave dhe të paarritshmes, të mendimeve, të dëshirave që keni, nuk do arrini dot askënd. Askund. Organizoni planet tuaja në të ardhmen. Mos u nxitoni dhe mos merrni rreziqe financiare. Vendosni themelet, jeni aleat, krijoni marrëdhënie, partneritete të reja dhe vazhdoni atë që dëshironi. Sepse kjo periudhë ju jep disi ndryshimin që keni, mënyrën se si juve e rregulloni, stabilizoni, por ujorët janë mjaft të ndërlikuar, sepse kërkojnë të drejtën e tyre,
janë mëses të drejtë apo të drejtët, por në fund, në feedback apo mbrapsh marrin negativitetin. Dhe prandaj keni shumë kohë që mjaft probleme me drejtësinë, probleme me shoqërinë, probleme me punën tuaj. Dhe me të drejtën tuaj. Prandaj zgjidhni këto gjëra, s'është koha tani. Është një moment mjaft i mirë, edhe pse ju duket kështu juve. Koha ka treguar që jeni me shumë fat në këtë aspekt. Cilat lidhje janë më favorizuese për këtë aspekt ose duheni të bëni kujdes? Dash, akrep, gaforet edhe diçit parë. Nëse keni mundësi, mund t'i zgjidhni siç dëshironi juve. Shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji ku gjërat mund të jenë mjaft ndikuese, por dhe rrezatuese për kohën që do të bëni. Që këto janë peshqit. Peshq të dashur, duket se kjo hënëre që zhvillohet në shenjën e dashit synon sektorët material, sidomos ndryshimet, domosdoshmërinë, heqjen e gjës keqe nga jeta juaj, të rrisni të ardhurat tuaja, të bëni një menaxhim më të mirë, të shmangni humbjet dhe të keni pasur të kaluar në disa gjëra që nuk duhet të dalin tani, mundoheni që t'i mbyllni me kujdes. Mos harroni se hënëre dëshironi që t'ju ndryshojë mënyrën se si të menaxhoni paratë dhe ndjenjën tuaj. Të mos vareni nga të tjerët, të gjeni mënyra siç janë bankat, siç janë kredit, siç janë mashtrimet, siç janë marrje me përqindje. Të kësaj natyre nuk ju lejohet, sepse do keni shumë probleme nëse juve e bëni gjë të tillë, miqtë të dashur. Kjo hënë e re nuk fal për asnjë shenjë. Me firmë, me vulje rrugë, nuk e them shpesh, ju më dëgjoni në televizione kur e them, dhe e vuani vetë, që mos ta vuani dhe nuk dua që ta rrisni në këtë konkluzion. Unë ju them me të madhe që është koha dhe momenti. Është periudha dhe ndryshimi i madh që do të keni tani tutje. Gjithsesi, mundoni që t'jeni korrekt me ato çka bëhet, me ato çka jeni, me ato çka kërkoni, me ato çka juve ndryshoni. Por gjithsesi, duket se kjo hënëre do t'ju japi shumë mësime të vyera, por merreni se jeni sfungjer të shërës së peshqeve dhe fitoni këtë gjë. Në çështjet e dashurisë duket se me binjakët e diçit parë, me shigjetarët e diçit tjetër është perfektja, por me vyerësh është vetë jeta. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj hëne të re në shenjën e dashit. Kujdes miqtë e mi, sepse është një hënë që ndriçon